Ne edhe në atë periudhë kemi pasur, domethënë, kemi angazhuar kompanitë ndryshme të lobimit në Washington, si Podesta ka qenë një box e të tjera, që kanë ndihmuar në atë aspekt. Për fatkeq nuk kemi tani një diçka të tillë në Washington, momentin kur na duhet më së tepërmi. Na mungon lobimi edhe në mesin në Kongres. Kongresi gjithmonë ka qenë mirëkuptues ndaj Kosovës, madje edhe në vitet 90-ta, kur ne përjetonim represionin dhe rreziqet ndryshme që na vinin nga Serbia, nga një regjim i tmerrshëm. Dhe aty ka filluar çdo gjë. Kemi pasur në atë kohë dhe lobim nga komuniteti ynë, i cili megjithatë vazhdon të ketë një bëj përpjekje që kemi një parafrim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mendoj që pikërisht ky është momenti dhe rasti që ne të intensifikojmë gjitha këto përpjekje. Dhe të përpiqemi të kthejmë kredibilitetin e plot që kemi pasur. Tani shumë herë ndodh që doktrinat e reja të përcillen edhe me probleme, dhe shpresoj që kjo do të kaloj pa shumë trauma. Tani bota po pret vërtet se çfarë do të ndodh. Disa vende tashmë kanë ndërmarrë disa masa, që shohim Evropa tani është para një egocentrizmi, dëshiron që të marrë në dorë fatin e vet në aspektin e sigurisë, jo siç ka qenë në 80 vjetëshin e fundit që Amerika qëndroi për ta si një garant të sigurisë. Mendoj që tani ka ardhur koha që Evropa të jetë më fort, të jetë e gatshme të ballafaqohet me sfidat që i presin dhe të mos presë që gjërat t'i vinë të gatshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër do të ndryshojnë shumë gjëra edhe në aspektin e gjeopolitikës botërore, do të kemi një rifokusim të Amerikës në rajonet ndryshme të botës, do të ketë qasje tjetër ndaj shumë vendeve, ndaj shumë krizave, dhe tani duhet pritur se çfarë do të jenë ato, është domethënë pikpyetje, tani t'i dim të gjitha, por flasim në bazë të indikacioneve që përfshihet shpalimeve që bën kjo administratë të presidentit Trump që nga dita e parë, domethënë tashmë kanë kaluar as 2 muaj plot dhe shohim se çfarë dridhjesh ka shkaktuar kjo qasje e re e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mendoj që kjo do të ndodhë. Janë disa gjëra që obligojnë çdo administratë amerikane. Janë disa pika për cilave ata nuk heqin dorë. Shtetet e Bashkuara janë pjesë e misionit të NATO-s, nuk janë vetëm, ndonë se kanë një rol të rëndësishëm, ndoshta parsor në rolin e forcave të KFOR-it, por nuk shoh asnjë arsye që Shtetet e Bashkuara ta bëjnë këtë në këtë moment. Të jenë pjesë e strukturave. Presidenti i ri Trump ka kërkuar nga vendet aleate që të bëjnë më shumë në aspektin e shpenzimeve të kostos së NATO-s, dhe shumë vende Bashkimit Evropian janë përgjigjur në mënyrë pozitive kësaj kërkese. Ka pasur edhe kërkesa të tjera të këtij sensi, në këtë kuptim, dhe gjërat nuk janë aq alarmante sa ne të brengosemi për këtë aspekt. Nuk mendoj që Shtetet e Bashkuara do të tërheqin forcat e tyre, sepse kjo do pëson edhe pozicionin e tyre si superfuqi. Qofse Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga vatret e krizave, atëherë kush do t'i zëvendësojë? Çfarë do të ndodhë? Ndryshimet geostrategjike, geopolitike do të ishin pa parashikueshme. Prandaj nuk shoh atë rrezik që do të shpaloset tani apo qoftë edhe në të ardhmen. Unë pres që
do të ketë përpjekje si deri tashme, mund të ketë incidente që do ta mbajnë gjendjen të tensionuar, nuk pret që do të ketë një sulm të tillë, domethënë që do të shkaktonte një konfrontim për masa më të gjëra midis dy vendeve. Mendoj që Serbia do të vazhdojë me politikën e vet agresive ndaj Kosovës. Nuk mendoj që regjimi serb tanishëm bën përjashtim nga regjimet e mëparshme totalitare, dhe këtu kam ndërmend edhe regjimin e Miloševićit, siç e dini edhe në atë kohë ka pasur protesta dhe trazira në ndryshimet që do t'i duheshin Serbisë nuk janë të mishruara madje as në programin e opozitës që kërkon rrëzimin e qeverisë së Vučićit, sepse kërkohet një demokratizim i plot dhe një ta quaj kështu ndarje përfundimtare nga kalura nacionaliste e regjimit sotshëm nga regjimet e kalura serbe. Kjo nuk është diçka që mund të presim edhe në tarmen, mund të ketë një qeveri tjetër e cila do të ndryshojë strategjinë, por jo mentalitetin, dhe kjo është për të ardhur keq.